Mbi kokat e të gjithëve ishte varur një biftek i cilësisë më të lartë. Rregullat ishin të thjeshta. Kushdo që qëndronte pa lëvizur më gjatë, fitonte $3 milion. Papritur, nga lart u dëgjua një tingull i çuditshëm dhe i frikshëm. Të gjithë shikuan përreth të hutuar, pa e kuptuar çfarë po ndodhte. Pastaj, një krijesë misterioze u shfaq ngadalë. Dhe për tmerrin e tyre, ishte një hardhuc gjigante. Skena shpërtheu në kaos. 2 persona u trembën aq shumë sa ulën kokën dhe u eliminuan. Vetëm 4 persona mbetën ende në lojë. Të tjerët vetëm luteshin nga frika. Hardhuca ndaloi për një çast, sikur po hezitonte, por në sekondën tjetër u hodh mbi një nga garuesi. Të gjithë mbetën të ngrirë. Para se të reagonin, ajo u sul përsëri drejt një tjetri. Fatmirësisht, ai reagoi shpejt dhe u përkul në kohën e duhur, duke i shpëtuar përpara katastrofës. Hardhuca lëvizi trupin e saj të frikshëm dhe u afrua ngadalë drejt Nikut, i cili me qetësi u përkul dhe e shmangu. Tani, sipas rregullave, vetëm Xheku kishte mbetur në fushë dhe ai tashmë kishte fituar. Të tjerët i bërtitën që të dorëzohej dhe të shpëtonte jetën. Por Jack qëndroi i fortë. U drejtua, përballoi bishën pa frikë dhe e shikoi drejtë në sy, pa lëvizur asnjë muskull, teksa Hardhuca u afrua edhe më shumë. Xheku bëri një veprim të pabesueshëm. Papritur, ai e kafshoi Hardhucën në kokë. Hardhuca bërtiti nga dhimbja dhe u kthye menjëherë duke ikur. Dhe kështu, Xheku jo vetëm që fitoi sfidën, por mori edhe çmimin prej $3 milion.